Ditën e sotme janë ekzekutuar masat e sigurimit për 52 persona. Sono state eseguite le misure di sicurezza per 50 persone. Në Shqipëri dhe në Itali. In Albania e in Italia. Janë ekzekutuar 40 masat e sigurimi. 40 misure di sicurezza. Atëre falti hetimi janë evidentuar përveç episodeve të trafikimit të narkotike dhe pjesëtarëve të grupeve strukturuar kriminale. Traffico di narcotici di gruppi criminali. Janë dokumentuar edhe vepra korruptive në territorin e Republikës së Shqipërisë. Abbiamo anche reati di corruzione nel territorio della Repubblica d'Albania. Kemi ekzekutuar masa sigurimi të vendosura nga gjykata e posaçme për vepra penale të korrupsionit. Per abuso d'ufficio, per il reato abuso d'ufficio. Për zyrtar shtetëror dhe për një avokat. E un difensore. Gjatë sot gjithashtu janë ekzekutuar edhe vendimet e gjykatës lidhur me konfiskimin me sekuestrimin e pasurive. Pasuritë të cilat dyshohet që rrjedhin nga aktiviteti kriminal i trafikimit të këmbëve narkotike. Proventi da attività illecite. Janë sekuestruar 3 restorante në qytetin e Durrësit. 3 ristoranti nella città di Durazzo. Një bar kafe. Un bar caffè. 6 shoqëri tregtare dhe një televizion në qytetin e Vlorës. Gjatë këtij hetimit, durante questa indagine, më parë janë sekuestruar 3 milion euro. Sono stati sequestrati 3 milioni di euro. Para këto në kesh. In contanti. Si të ardhurat të këtij grupi kriminal. Come proventi di questo gruppo criminale. Të cilat janë nështruar edhe këta hetimit. Sono sotto indagine. Të këtij procedimi penal.